Dashi. Të shumë do jenë ata që do ju kundërshtojnë sot, por armatura juaj e fortë do mbrojë çdo hap që hidhni dhe askush nuk do mund t'ju rrezojë. Në çift, shmang me xhelozinë e tepruar që mund ta largojë partnerin nga ju. Reflektoni thellë dhe qetësohuni, sepse asgjë nuk është aq dramatike sa duket në fillim. Sipas zërit shqiptar, beqarët kanë mundësi dashurie me shikim të parë vetëm nëse dalin më shumë jashtë dhe I hapin dyert mundësive. Në punë, qartësia juaj do ndriçojë hapat e duhura, nuk do ja falni vetes asnjë gabim, prandaj do reflektoni përpara çdo vendimi. Financat do përmirësohen akoma, prandaj shpenzoni pa frikë për domosdoshmëri. Pasdite, një mik I vjetër do ofrojë këshilla vendimtare për të ardhmen tuaj. Demi. Dielli sot do ju bëjë më të ndjeshëm dhe delikat, por nëse dikush sulmon territorin tuaj, thoni do nxirren pa droj për të mbrojtur vetvlerësimin. Në një lidhje, shmangni debatet për tema të çastit sepse tensioni mund të rritet papritur dhe të shkatërrojë harmoni që keni ndërtuar me kujdes. Beqarët do afrohen me disa persona intriguese, por ziliqarët e fshehtë mund të përpiqen t'ju prishin planet, ndaj ruani distancën. Në punë, sfidat do jenë të pranishme, por me vendosmëri dhe këmbëngulje do ecni ngadalë dhe të sigurt drejt qëllimeve. Financat nuk do jenë as pak të këqija, kontrolli I shpenzimeve do mbajë bilancin në nivel të qëndrueshëm. Mbrëmja sjell një mundësi surprizë bashkëpunimi me një koleg të respektuar. Binjakët. Vështirësitë e ditës mund t'i kapërceni vetëm me besim të vetja dhe vendosmëri pa u ndalur. Kjo fuqi e brendshme do ju ndihmojë të tejkaloni çdo pengesë. Në çift mund të lindin mosmarrëveshje të vogla, por reflektimi ndërsjell do forcojë afërsinë dhe do largojë keqkuptimet. Beqarët do jenë të qartë për çfarë kërkojnë dhe do fokusohen vetëm tek një person, duke shmangur flirtet pa rëndësi. Në punë, ritmi do jetë I ngadalë, por I sigurt dhe durimi do shpërblehet me përparime të qëndrueshme. Financat do ruajnë stabilitetin për shkak të kursimeve të mençura dhe planifikimit të kujdesshëm. Një propozim I papritur për një rol të ri mund të hapë horizonte të reja karriere. Gaforja. Marsi sot mund të atrazojë humorin dhe të sjellë probleme të papritura, por guximi dhe këmbëngulja do jenë bekimi juaj në përballjen me çdo vështirësi. Në lidhje, rebeli juaj natyror mund të sjellë tensione, ndaj tregohuni të kujdesshëm për të mos thyrë besimin e ndërtuar me shumë kujdes. Beqarët rrezikojnë lidhje problematike nëse nxitohen. Analitiko çdo ofertë romantike para se të angazhohesh. Në punë, nervozizmi mund të ndikojë fokusin, ndaj bëni pushime të shkurtra për rifreskim ndërgjegjeje. Financat e ditës kërkojnë maturi absolute dhe planifikim afatgjat për të ruajtur ekuilibrin e nevojshëm. Në fund të ditës, mirëshëtitje në natyrë do rikthejë qetësinë dhe energjinë e humbur. Luani. Mërkuri do sjellë në favor tënde avantazhe të veçanta, duke rritur nivelin e lumturisë dhe befasisht dhe mshurinë që ndjeni për partnerin. Në një lidhje, shprehni dashurinë me gjeste të vogla, por me domethënie, dhe mos I besoni verbërisht çdo fjalë, kontrolloni diskret çdo premtim për të ruajtur besimin. Beqarët, edhe nëse refuzojnë ftesa të shumta, do joshin dik kryesisht me karizmën e tyre të pakufi. Në punë, fokusi I lartë do ju lejojë të mbaroni çdo detyrë me sukses dhe të fitoni vlerësimin e superiorëve. Financat, fal ndikimit të favorshëm, do jenë të forta dhe do ofrojnë mundësi investimi. Një ide krijuese në mbrëmje mund të shndërrohet në projekt të ardhshëm profesional. Virgjëresha. Mërkuri sot do stërvitet ambicien dhe qartësinë mendore, por keni kujdes mos I vendosni interesat tuaja mbi të tjerët për të arritur qëllimet. Në një lidhje, lëre veten të lirë dhe mos e vendosësh në kuti rutinën e zakonshme. Eksploroni së bashku mënyra të reja për të shpërfaqur dashurinë. Beqarët, me fjalë të zgjedhura dhe gjeste të hollë, do të tërheqin vëmendjen e duhur dhe do kenë sukses në joshje. Në punë, Marsi do furnizojë me energji të pashtershme dhe do sjellë ide kreative për të përmbyllur çdo projekt me sukses. Financat, sipas zërit shqiptar, do të kalojnë pritshmëritë tuaja dhe do ofrojnë komoditet në afatmesën. Biseda me një mentor mbrëmjen e sotme mund t'ju japë perspektiva të reja. Peshorja. Mos u mbështetni vetëm te pamjet e jashtme, sepse sot do zbulohet se shumë gjëra fshehin të vërteta që mund t'ju shkënjejnë. Në një lidhje, përgatitni një surprizë për partnerin dhe merrni masat për të mbrojtur marrëdhënien dhe ndikimet negative të qarqeve të jashtme. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm me takimet, sepse sinqeriteti do bëjë diferencën mes një lidhjeje të suksesshme dhe shkënjimit. Në punë, kërkojini këshilla bashkëpunëtorëve me përvojë për t'i mësuar sekretet e suksesit.
Financat kërkojnë rishitim të planit buxhetor dhe kursime të vogla për të ruajtur stabilitetin. Një planifikim i hollësishëm i të ardhurave dhe shpenzimeve dëshmang emergjencat e mundshme. Akrepi. Mërkuri dhe hëna do forcojnë ndërgjegjen tuaj dhe do aktivizojnë refleksionet që ndihmojnë shmangjen e gabimeve të mëparshme. Në një lidhje, kontrolloni pritshmëritë tuaja për të mos shkelur këmbë tepër fort dhe për të ruajtur harmoni afektive. Beqarët do të tërhiqen nga disa persona në të njëjtën kohë, por duhet të rishikojnë zgjedhjet përpara se të angazhohen. Në punë me dinamik pozitive dhe këmbëngulje, do tregonin se luftën nuk e keni humbur, edhe pas humbjeve të vogla. Financat do jenë më të mira se sa dje, duke ofruar mundësi investimi të sigurt. Një ofertë e papritur për bashkëpunim mund t'ju çojë drejt një hapi të mëtejshëm në karrierë. Shigjetari. Sfida e sotme kërkon qëndrueshmëri dhe vetbesim, të pamposhtur me gjithë studitë. Në një lidhje, komunikimi i ndershëm dhe i hapur do forcojë lidhjen dhe do krijojë besim të pakundërshtueshëm. Beqarët duhet të konkretizojnë idetë dhe ëndrat me hapa të qartë, për të mos humbur rastet romantike. Në punë, strategjia e qartë dhe vullneti i hekur do jenë çelësi i çdo suksesit, duke bërë që planet tuaja të realizohen me ritëm të shpejtë. Financat ndoshta delikate mund të stabilizohen me kursime të vogla dhe menaxhim të kujdesshëm. Mbrëmja sjell frymëzim për një projekt kreativ që keni lënë pezull prej kohësh. Britsjapi. Venusi dhe Mërkuri sot do ju furnizojnë me qartësi mendore dhe largpamësi, duke ju ndihmuar të shihni zgjidhje për problemet më të vjetra. Në një lidhje, merrni vendime së bashku dhe diskutojeni çdo hap me partnerin për të ardhmen. Beqarët duhet të dallojnë mish nga të dashurit për të mos humbur marrëdhëniet të çmuara. Në punë, kolegët me përvojë do ju drejtojnë drejt suksesit, ndërsa ju do reflektoni përpara çdo veprimi. Financat do jenë me fat, duke ju mundësuar të kryeni shpenzimet e domosdoshme pa stres. Një plan ushqimor i shëndetshëm mund t'ju ndihmojë të ruani energjinë gjatë ditës. Ujori. Sot serioziteti do jetë elementi dominues dhe partneri mund t'ju vlerësojë për qëndrueshmërinë, edhe pse mungon spontaniteti. Në një lidhje, komunikoni hapur, sepse keqkuptimet mund të lindin dhe heshtja. Beqarët do jenë të fokusuar në planet profesionale, duke lënë pas dorë ndjenjat për të nesërmen. Në punë, përqendrimi maksimal do sigurojë rezultate të jashtëzakonshme dhe mund të merrni oferta për projekte me pasojë. Financat do mbeten të qëndrueshme dhe kursimet e deritanishme do krijojnë bazën për investime afatgjata. Një meditacion i shkurtër në mëngjes do rrisë qartësinë dhe energjinë. Peshqit. Në ndikimin kontradiktor të Jupiterit dhe Marsit, të vazhdoni të përballeni me sfidat që kërkojnë qetësi dhe durim të tepërt. Në një lidhje, shmangni fjalët e ashpra dhe mbroni harmoninë me përqafime të ngrohta dhe dëgjim aktiv. Beqarët mund të ndjejnë vetmim, por një flirt i lehtë dhe pa obligime do ndihmojë të mbajnë shpirtin të gjallë. Në punë, bëni kujdes me pavëmendjen, pasi grindjet e vogla mund të kthehen në konflikte të mëdha. Financat kërkojnë rishikim të menjëhershëm të planit buxhetor për të parandaluar emergjencat. Një aktivitet fizik i lehtë pas ditës do relaksojë mendjen dhe trupin.